tradicionalisht femrat shqiptare, po them, janë të përkushtuar pak më shumë rreth punës, fëmijëve, obligimeve, ndoshta shkojnë edhe në punë, edhe lëvizjen e kanë pak më të vogël ose aktivitetin fizik të vetin. Trupi i femrës, në krahasim me trupin e mashkullit, pëson shumë ndryshime hormonale, dhe kjo është arsyeja që ndoshta femrat e kanë pak më vështirë. Ne kemi shumë diagnoza te femrat ka shumë përmendje të gjinisë femrore. Për shembull janë periudhat e perimenopauza, janë pastaj PCOS ose vezoret policistike, të cilat edhe ajo është çrregullim hormonal. Pastaj janë gjandra tiroide që janë një përqindje shumë e vogël të mashkujt, janë më të mëdha te femra, edhe ajo detyrimisht që ka ndikim pastaj në proceset metabolike gjithsesi. Kështu që kjo është një prej arsyeve që mundet më ndodhë. Pastaj e dyta, femna marrë në konsiderat që femna është gjithmonë ajo nana, gruaja me shumë funksione në shtëpi, obligime shumë, qoftë rreth fëmijëve, qoftë rreth shtëpisë, qoftë rreth profesionit, qoftë rreth punës. E ndikon stresi një gjendje fizike të tillë? Atë dashta me thonë që edhe kjo shkakton stres te gjinia femrore dhe gjithsesi që pastaj edhe stresi ka ndikim aty, sepse rrit hormonin e stresit në trup, edhe pastaj trupi është në kohën në alarm brenda, edhe fokusi është tek kortizoli edhe te gjendja që ka po ndodh me trupin. Krejt proceset tjera mesin mrapa pastaj. Kështu që edhe kjo ka ndikim, pastaj edhe gjumi është shumë i rëndësishëm që marrë në konsiderat gjinia femrore pak ma pak bëjnë gjumë në krahasim ndoshta me mashkuj për shkak të obligimeve të fëmijëve e kështu me radhë. Pastaj janë krejt këto që bëjnë në krahasim femrat me pas ndoshta kripën, me pas pak ma shumë yndyrë të akumuluar rreth zonës barkut, sepse ajo është yndyrë. Kështu që kjo është, këto janë disa prej arsyeve. Edhe më fal, është edhe pasiviteti te femrat, sepse kështu tradicionalisht femrat shqiptare, po them, janë të përkushtuar pak më shumë rreth punës, fëmijëve, obligimeve, ndoshta shkojnë edhe në punë, edhe lëvizjen e kanë pak më të vogël ose aktivitetin fizik të vetin.